Samiti i NATO-s vitin tjetër në Tiranë, kush është rëndësia që ka për shtetin tonë, sa mund të ekspozohemi ndaj fimit në këtë aktivitet i cili mbahet për herë të parë në Ballkan dhe është një aktivitet shumë i rëndësishëm. Ju thatë vitin tjetër, unë duhet besoj që do bëhet vitin tjetër, por është koha e papërcaktuar. Pra domethënë vetëm element që nuk u përcaktua në samitin e Ankaras ishte se kur do bëhej samiti. Dhe kjo është një element që do diskutohet dhe besoj shumë shpejt, shtator tetor besoj domethënë do të kemi absolutisht një vendim nga NACO, Këshilli i ambasadorëve i Atlantikut të Veriut, se kur do të bëhet samiti. Nëse bëhet në 2027 natyrisht domethënë do duhet ta marrim mendimin sa më parë sepse do na duhet të paktën një vit për të përgatitur dhe për të bërë çfarë duhet për ta bërë samitin jo vetëm në lartësi të samiteve, por në lartësinë e asaj që mendojmë ne të pritshmërisë që duam ne domethënë sepse kemi treguar aftësinë për të organizuar aktivitete madhore dhe për të nuk e di si thuhet domethënë të punch-above domethënë për të grushtuar domethënë mbi për të kaluar veten. Për të kaluar veten, eksakt. Dhe natyrisht është një moment përgjegjësie jashtëzakonshëm, është i veçantë, s'kemi bërë ndonjëherë samit të tillë, s'ka pas samit në Ballkan siç e thatë. Është një aktivitet i natyre krejt të veçantë, ndryshe nga çdo lloj takimi tjetër ndërkombëtar, për shkak të nivelit dhe masave të sigurisë, për shkak të perimetrit, për shkak të numrit të pjesëmarrësve. Në samitin e fundit në Ankara ishin rreth 10.000 pjesëmarrës, pra domethënë është një ndërmarrje monumentale që kërkon jo vetëm një organizim, një disiplinim dhe një skenarizim të shkëlqyer, por kërkon dhe mobilizimin një numri jashtëzakonisht të madh personash në vend, natyrisht nuk do e bëjmë bashkë me sekretariatin e NATO-s, domethënë siç është praktika për samitet e tilla, por është absolutisht një nga ngjarjet më madhore në historinë moderne të Shqipërisë, të paktën në këto 30 vitet e fundit. Ne nuk po rrim të presim. Ne jemi duke punuar, ka një task force e mandatuar nga kryeministri me pjesëmarrjen e pothuajse të gjitha institucioneve të përfshira në këtë proces. Janë studiuar praktikat e vendeve të mëparshme përfshirë fundit në Turqi, janë duke përcaktuar blloqet e mëdha të punës, domethënë dhe të atyre masa që do duhet të ndërmerren në momentin kur do ta dinë saktësisht se kur do të bëhet. Është absolutisht një nga gjërat që na bën krenar, domethënë të presim të gjithë krerët e vendeve anëtare të aleancës. Mund të ekspozohemi ndaj fimit? Nëse ka ndonjë organizatë që nuk le asnjë gjë rastësisë, është NATO. Dhe nëse ka ndonjë organizatë që e shef problemin e sigurisë në 360 gradë, është NATO.